Ky është gabimi më i madh dhe më fatal që bëjnë 90% e shqiptarëve që punojnë në Gjermani, kur investojnë paratë e tyre në Ballkan. Dhe ky gabim mund t'ju çojë direkt në dyert e gjykatës gjermane, pa e kuptuar fare se po shkelni ligjin. Shumë njerëz mendojnë se, pasi kanë punuar me djers në Gjermani dhe kanë paguar të gjitha taksat e rrogës këtu, ato para mund t'i çojnë në vendindje për të blerë një banesë, apo për ta lëshuar me qira, dhe se nuk i kanë asnjë borxh shtetit gjerman. Por, ky mendim është plotësisht i gabuar. Edhe pse Gjermania ka një marrëveshje me vendet tona për të shmangur taksimin e dyfisht, e quajtur Doppelbesteuerungsabkommen, kjo nuk do të thotë se ju nuk duhet i tregoni gjë shtetit gjerman. Sepse çdo e ardhur që ju merrni jashtë Gjermanisë, qoftë nga qiraja, qoftë nga shitja një prone, rrit automatikisht përqindjen e taksës tuaj në Gjermani, përmes një ligji të fshehur që quhet Progressionsvorbehalt. Nëse financanti e zbulon këtë, përmes kontrollit të llogarive, apo deklaratës tuaj të taksave, të quajtur Steuererklärung, ju do të detyroheni të paguani prapseprap mijëra euro mbrapsht, si dëmshpërblim për fshehje të ardhurave. Sa prej jush e dinit këtë ligj, apo keni bërë të njëjtin gabim? Shkruani përvojën tuaj në komente. Dhe, nëse doni të shpëtoni nga ky kurth pa paguar asnjë cent ekstra, shkruani në komente.